Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu lartësuar thot: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Ata që besuan kanë frikë nga kiameti, duke ditur që kiameti është hak, është i vërtet, s'ka dyshim që ai është realitet. Pastaj Allahu lartësuar thot: ata që diskutojnë mbi kiametin, që e mohojnë kiametin, janë në një humbje të largët nga e vërteta. Ata që mohojnë kiametin janë shumë larg vërtetës, sepse argumentet e ringjalljes janë të qarta. Ne i ka bërë të ditur Allahu i lartësuar në Kur'an. Allahu na njofton në Kur'an se kiameti do të bëhet, se njerëzit do të ringjallen. Atëherë si mund të mohoj njeriu diçka që e ka thënë Allahu i lartësuar? Allahu thot veç se të vërtetën. Në shumë vende në Kur'an Allahu i lartësuar na flet për kiametin, për ringjalljen, për ditën e gjykimit, për xhenetin, për xhehenemin. Lajmet që na jep Allahu i lartësuar janë të vërteta. Ka mundësi që Allahu i lartësuar na lajmëroj për diçka që s'është e vërtetë. Kush beson Zot, e beson se lajmet që sjell Allahu janë të vërteta. Kështu që ata ishin shumë larg të vërtetës. Ata bënin diskutime të kota. Shumica e njerëzve në Mekë, ku u dërguar profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk e pranonin ringjalljen. E kundërshtonin ditën e gjykimit, ringjalljen. Ishin shumë larg, se ata besonin Zot. Atëherë, si të mos pranojë njeriu që Zoti thotë vërtetën? E dyta, Allahu na ka krijuar për herë të parë. Ai që na krijoi për herë të parë, ka fuqi të na krijojë përsëri. Si të mos e pranojë njeriu që Allahu ka fuqi për të bërë gjithçka? Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Allahu është ai që e ka zënë fill krijimin. Ai i krijoi njerëzit. Ai ka krijuar njeriu në parë nga dheu. Çdo njeri krijohet nga një pikë fare. Ne nuk ekzistonim fare, na ka krijuar Allahu. Përderisa ne e pranojmë që Allahu na ka krijuar, atëherë duhet ta pranojmë që ai ka fuqi të na sjellë përsëri në jetë. Se ata që nuk pranojnë ringjalljen, nuk pranojnë fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. E treta, Allahu ka krijuar krijesa të mëdha. Këtë gjithësi e ka krijuar Allahu, qejt, tokën, diellin, hënën. Këto krijesa të mëdha, padyshim, ai që ka krijuar këto krijesa ka fuqi absolute. Dhe ai që ka krijuar këto krijesa ka fuqi, krijoi edhe një herë njerëzit. Nuk është logjike që njeriu mendoj se Allahu nuk ka fuqi të krijojë edhe një herë njerëzit, nuk ka fuqi të jap jetë të vdekurve. Ndërkohë që e pranon se Allahu ka krijuar qejt, diellin, hënën, tokën, u ka dhënë jetë gjitha gjallësave. Gjallësat nuk ekzistonin fare. E katërta, Allahu i transformon krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Atë që është e njohur e bën të thatë. Nga një gjë që është e njohur, Allahu nxjerr të njohur. Për shembull, nga fara e thatë del filiza, bima që është e njohur. Nga bima e njohur bëhet fara e thatë.
Allahu subhanahu wa ta'ala të gjallin e bën të vdekur, të vdekurin e bën të gjallë. Ka fuqi për këtaj. Se këto ligjësi që ka vendosur në gjithësi, i njëmi bëhet i thatë i bëhet i njëmi, Allahu ka bën. Kështu që ai ka fuqi të jap jetë të vdekurve. Ai ka fuqi absolute të transformojë krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Problemi është se ata që se pranojnë ringjalljen e krahasojnë Zotin me veten. Mendojnë që fuqia e Allahut është si fuqia e njeriut. Përderisa njerëzit nuk kanë fuqi të japin jetë të vdekurit, edhe Zoti s'ka fuqi. Po ky është gabim i madh të menduar. Se po flasim për krijuesin, i cili ka fuqi për gjithçka. I thotë diçka e bëhu dhe bëhet. Një argument tjetër që na sjell Allahu i lartësuar në Kur'an është ringjallja e tokës me rreshtet e shiut. Edhe ky është argument për ringjalljen. Thahen bimët, toka bëhet e shkretë, sidomos në kushtet e Arabisë ku rreshja e shiut ka shumë më pak, shumë rradh atje shi. Thahen bimët. Allahu lëshon shi, rigjallërohet edhe një toka. Rigjelbërohet. Për proces ringjallje. Ashtu sikur se Allahu ringjall tokën me rreshtet e shiut, ai do të ringjall të vdekurit në ditën e gjykimit. Dhe një argument tjetër që na sjell Allahu në Kur'an, argument logjik, është urtësia e krijimit. Po të mos kishte ringjallje, po të mos kishte ditë gjykimi, po të mos kishte xhenet dhe xhehenem, ku xheneti ku do shpërbehen njerëzit e mirë dhe të drejtë, dhe zjarri i xhehenemit ku do dënohen njerëzit e këqij, keqbërësit, atëherë kjo jetë nuk do kishte kuptim. Jeta e kësaj bote, ku ekziston jeta dhe vdekja, e mira dhe e keqja, vujtja dhe mirësia, smundja dhe shneti, ku njerëzit janë vënë në provë, nuk do kishte kuptim, s'do kishte urtësi. Po Allahu gjithçka e bën me urtësi. Kështu që patjetër ekziston një ditë ku do shpërblehen njerëzit e mirë dhe do ndëshkohen njerëzit e këqij. Sepse nuk do kishte kuptim jeta e kësaj bote. Ne jemi në provë në këtë botë. Prandaj thotë Allahu në Kur'an: "E fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." A menduat ju se ne u krijuam kot dhe se ju tek ne nuk do të ktheheni? Kur urtësia e Allahut kërkon që të ketë një ditë ku do ringjallen njerëzit, kjo është kërkesa e urtësisë së Allahut. Në të kundërt do të ishin punë të Zotit kot. I pastër është Allahu, larg është Allahu nga tmetat. Kështu që ata që nuk pranojnë ditën e gjykimit të ringjalljen, mendojnë keq për Allahun. Ata shpifin për Allahun sa i ka krijuar njerëzit kot. Sa i këtë botë ku ka vujtje, ku ka vdekje, ku ka edhe të këqija, jo vetëm të mira, thotë që ka bërë kot. Akuzojnë Allahun për padrejtësi, shpifin për Allahun se nuk i ka krijuar me urtësi, që është mendim i keq për Allahun, mohimi i ringjalljes, mohimi i ditës gjykimit. Nuk merr shpjegim të arsyeshëm gjithësia, vetëm se me jetën pas vdekjes, ku do shpërblehen të mirët dhe do ndëshkohen të këqijt. Përmendëm disa argumente të ringjalljes, që janë argumente logjike dhe i ka përmendur Allahu gjithë në Kur'an. Këto janë argumente kuranore, argumente logjike kuranore. Para një, Allahu njofton. Allahu na ka lajmëruar në Kur'an për ringjalljen, për ditën e gjykimit. E dyta, ai që na ka krijuar për herë të parë, ka fuqi të na krijojë përsëri. E ka përmendur Allahu në disa vende në Kur'an. E treta, Allahu ka krijuar krijesat e mëdha, që i tokën, diellin, hënën. Që ai ka fuqi të krijojë njerëzit. E katërta, Allahu i transformon krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Që ai ka fuqi
të vdekurin ta bëjë gjallë. E pesta, Allahu ringjall tokën me rishjet e shiut. E gjashta, urtësia e krijimit. 6 lloje argumentesh kuranore që i gjejmë në shumë vende në Kur'an. Çështja e ditës gjykimit ringjallës është çështje madhore. Ndaj Kurani jep rëndësi, e përmend shumë vende, e ka përsëritur, edhe ka theksuar Allahu i lartësuar, edhe me betime, edhe me pjesësa përforcuese lajmin, që njerëzit mos kenë dyshim dhe të përgatiten për ahiret. Allahu shumë të mirë, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.